Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët sërish në radar këtu në studion ton pa filtra. Dhe sot fokusi patjetër do të shkojë aty ku gëlon zhurma, aty ku është kryefjala më e madhe gjitha kohërave. Sot për sot që po flasim edhe jo vetëm, por zhurma e madhe tashmë ka ndodhur, po bëhet, e ka marrë hovin e vet. Dhe patjetër ne ja kemi premtuar edhe publikut tonë të dashur që do të kemi mundësinë që të paktën një puntat në javë ja dedikojmë patjetër Big Brother VIP dhe edicionit të këtij viti, patjetër që me zhurmat e veta, dinamikat e veta ka startuar tani më, e duket se po merr atë hovin që merr çdo vit, janë puntatat e para ato cilat na bëjnë të afeksionohemi, të lidhemi më shumë me personazhet, por duket se patjetër nga puntat po lidhemi më shumë. Po absolutisht, dhe zhurma vazhdon të dëgohet në përqark, banorët janë duke bërë deklarata të bombastike dhe ne nuk kemi si ta lëm janë pa diskutuar dhe fokusi ynë absolutisht përshëndrohet këtu, sikur se edhe ti, që një herë në javë ne dedikojmë Big Brotherit. Dhe por sot, për të folur për Big Brother, duhet gjetur personazhe që realisht nuk bëjnë vetëm zhurmë, por japin deklarata të forta dhe këto jo sa për syfaqe, po për të dhënë vërtet një realitet që realiteti nuk është i Eltonit në këtë rast e zbulova, por është vetë atyre, se kështu e ka deklaruar gjatë gjithkohës Elton Tozaj. Që ne kemi ardhur Tozaj. Ne erdha, bëra lëmshin atëherë këtu, e kemi filluar komentimin e Big Brotherit, thamë për Lonën dhe për Mirin që ka bërë kasa pana, që jashtë, kështu që sot do hedhim ca. Si fillim, bomba të tjera. Fillojmë të japim bombat njëra pas tjetrës, edhe duke qenë se jemi në një zonë të minuar, vazhdojmë akoma. Vazhdojmë, ecim mbi mina. Shkreti unë s'mundan këto gjëra. Në momentin tjetër, si fillim me shëndet. Me shëndetja mirë, faleminderit, përmirësimi ka qenë goxha i mirë, syt shpëtuan, jam i detyruar të mbaj syzet edhe për shkak të dritave, sepse kam çik problem këtë pjesën e kësaj derisa ta ambientohem. Shenjat pothuajse kanë ikur të tëra, siç e pa dhe ju vetë. Që habitet më dje. Po një rikuperim shpejt. Okej, tash ti vazhdo, ky rikuperim vazhdon, sado janë ca probleme të vogla të brendshme që janë të padukshme në po që i shoh vetëm unë, kështu që. Është okej. Kjo është super. Tani është okej. Si dash që je në shenjë zodiakale, është folur dhe është përmendur dhe është lakuar, evidentuar që ti do kesh më mirë nga ç'ke qenë më përpara. Këtë gjë diskutova, energjia dominante dhe energjia e suksesit. Nuk e di sa ndjen ti këtë gjë. Këtë po diskutoja me Fifin. Jeta tha, ky është viti jonë, se dhe Fifi është dashje. Po. Edhe po diskutonim, çështja jo po lekët, jo po ardhmja, jo po suksesi, jo po kjo, jo po ajo. Dhe i thashun, po mirë, okej, po unë i shkreti i thashë po ju sakat të ky viti jonë, se ishin ato ditët me njëherë pas incidentit. Edhe po më pra se e lam të keshin në 2025, bëjmë namin të në 2026. Tash shpresojmë që ta bëjmë një nam. Kemi një projekt deri diku që themi që do ta vëmë në jetë dhe do të jetë spektakolar. Ndryshe nga çdo projekt tjetër, shumë një diçka midis realityt edhe promovimit. E ke diskutuar ti diku tjetër këtë gjë apo? Jo, është ekskluzive, jo se kam thënë në asnjë vend tjetër. Pra, ke një projekt tëndin që je duke punuar për këtë dhe jam duke punuar, projekti është gati, tash i presim vetëm personazhe showbizi? Një personazh për çdo puntat do ketë një personazh showbizi që do të jetë me mua. Do të jetë një formë reality. Një formë reality dhe një formë promovimi i le ta themi turizmit shqiptar. Okej, një alternim. Sukses është shumë patjetër. Edhe me punë patjetër që çdo gjë rihet edhe bëhet. Patjetër. Tani për të përshëndruar aty ku ne kemi interes të Big Brother, si vesh për të dëgjuar bombat e tuaja të një se sapo postova një foto, po të dëgjoj dhe po të shikoj njëkohësisht me vëmendje dhe je aktualisht aty tek faqja e Bikut edhe po, sepse isha duke parë. Në e fundit çfarë ndodha? Po jo, ishte para 2 ditësh në orën se unë nga që e ndjek deri vonë edhe para 2 ditësh në orën 5 të mëngjesit dëgjoja 4-5 të mëngjesit dëgjova Kesin që kërcënoi Inën që do të mbush me grushta. Ishte një deklaratë. Ja, një sekondë ta them. Ka kushtuar të mbush me grushta jashtë. Dhe kam mbetur një ditë e gjys për ta rigjetur deklaratën se nuk e gjeja në asnjë vend. Dhe shqyqyr Zotit ma ka gjetur patjetër dhe shqyqyr po dhe shqyqyr Zotit ma gjeti e kam postuar unë po e kam hedhur tash shpresoj që masat merren po dyshoj sepse infot janë që ai ideal është pjesë e një
është familjari dikujt që është aty brenda, që punon aty, sepse po i toleron shumë gjëra dhe mbasi tash ka ardhur koha që paktën neve jashtë ta ngrem zërin për të marrë një masë, se ishte shumë e rëndë, realisht ishte shumë e rëndë. Dhe patenta e Big Brother nuk e fal, absolutisht pratash. Nuk mbaj mend 10 apo par vjet kur ka qenë ai që u përjashtua në sekond që tha unë kam pasrahur gruan. Po ishte deklaratë. Në Shqipëri ish futbollisti që u përjashtua brenda sekondit, pse e bëri këtë deklaratë në kohë. Të hunosh gruan? Po tash një gotë sipër aty mbase pa. Kështu që ai bëri një deklaratë që kishte bërë kur ka qenë jashtë, ndërsa ky bëri një deklaratë që ishte brenda kur të dalin jashtë. Nuk e shoh akoma domethënë, ka punën me dije të plot. Pikërisht që përveç arrogancës edhe ignorancës që ai njeri shpreh, dhe më pëlqeu shumë djalë këta vesiu që i ka rënë kokë. Djeja ka thënë më troç nuk ka dhe ai me atë arrogancën e vet. Është pak narcisist të them. Jo vetëm, ai s'është pak, e ka goxha probleme atë. Ai vazhdon dhe është arrogant, nuk pranon asnjë këshill. Është tipika ideali i përkëdhelur, është i përkëdhelur, është ideali që është dhënë për herë gjithçka. Po përkëdhel gjithkohës, po domethënë që ti je. Po mami dhe babi jote nuk kanë mbajtur. Si po deklaratat përpara një vajze. Zemër ti ke punuar për të fituar të ardhurat pa ai mbase s'ka punuar kurrë. Po e dim ne vetë. E kuptoj. Kjo ishte shokante njëherë, kjo ishte deklarata më e shëmtuar, më pa arsye, pa logjik, pa sens, pa shtyllë kurrizore. Dhe nuk vjen dot edhe një anë të përbashkët, se supozohej që ata kishin qenë miq më përpara, Ina më pas u futu, unë kam një mbështetje dhe nuk doli ashtu në fakt. Në fakt ata dolën miq me friends with benefits, me sa po shohun, po nejse. Ideja është ky Big Brother për mua ka një skenar që është aq i lexueshëm saqë ju nuk e keni idenë. Që në momentin për shembull që unë mora vesh që do futej Casey në fillim, kam thënë atëherë këta do të fusin do të fusin Stelinën, do të fusin dhe Inën, do të bëjnë një trekënd që këta po patjetër që këta pse shumë e lexueshme. Një lloj telenovele, Po, sepse do të thënë është e njëjta gjë që është bërë në përputhën, tash ata e spostuan prej aty. Edhe të kaluan në Big Brother. Dhe këtë gjë unë e kuptova që në momentin që Casey u pezullua nga programi dhe hiku i irrituar gjasë me lap programin e përputhën. Një lloj skenari alla Neda Balluku, aq i shëmtuar sa s'mund të imagjinohet. Wow. Se kur ndonjëherë përpara, Bigu kësaj here ka qenë një format, të themi, me bindje që është parashikuar, është lexuar. Çdo lloj gjë, domethënë u bë. Nga ty do të po edhe nga vetë audienca. Si shikon largimin e Ilir Venozit ditën e sotme. Po, aty tha për një arsye shëndetësore familjare etj. Unë prisja shumë fakt nga Iliri, kur ka hyrë Iliri kam thënë okay, Iliri do të jetë poli shtëpisë. Pastaj përfundoi si ai Winnie the Pooh me atë tasin e mjaltit aty në sepse ante gjatë gjithkohës mjalt. Sepse ishte ai tipi babaxhan që është tipik Winnie the Pooh. Po ta shohësh pa. Edhe e kisha krijuar idenë që po do ishte ai opozitari i përhershëm, po nuk është formati i Ilirit. Iliri duhet të jetë në një vend ku të vuaj që të mbie, domethënë që i duhet të mbijetoj. Dhe në atë vend ai kishte çdo gjë. Kishte çdo gjë dhe nuk kishte se për çfarë të debatonte aty. Të tjerët po e ruanin shumë sepse ai shpërtheu vetëm një herë që pati atë shpërthimin në fillim, e ruajtën të tërë pa. Ma e ruajtën të tërë shumë, kaq edhe nuk krijuan pak edhe alianca me Iliris, kur po e donin shumë dhe në momentin që të duan nuk edhe si bën debat. Pikërisht pra. Të gjithë e ruajtën, të gjithë e donin. Iliri si personazh është njëri që është për të dashur, sepse është magnet, po, është babaxhan, i dashur, i sjellshëm me gjithë, është i përkujdesshëm, unë kam vënë që ai ishte. Po ti ke si personazh preferuar atë do të thënë, jo? Jo, personazhi im i preferuar është Kristi. Absolutisht Kristi për mua është. Kam parë tekstin e Instagramit tonë që Kristin e ke. Kristi për mua është zbulim, nëse ky Big Brother ka një personazh që realisht po e pëlqej, domethënë hyri me një lloj antipatie shumë të madhe dhe është ajo që themi që Big Brotheri o të ul o të ngre dhe Kristin Big Brotheri po e çon në maj sepse ka një lloj populariteti, audiencë të frikshme. Unë po shifja shikoja edhe faqe që deri dje
E kanë sulmuar deri dje, domethënë e kanë bullizuar për tipin e tij, për të folurën, për mënyrën si vishet të tjerë. Jo, tani të tërë e kanë Kristin për zemër dhe batutat e Kristit kanë qenë spektakolare. Personazh ka të preferuar Kristi. Sepse përdori batutën, më Kristi është shumë origjinal. Dhe për më tepër është një njeri që i ka vajtur të gjithëve ballë për ballë. Unë sa harroj kur i tha Kesit që me njerëzit si ty, unë kam ardhur këtu ku jam dhe pa i përmendur bilbilin që i tha unë e kam bilbilin me vete, merre dhe fryje kur të duash, pa përmendur batutën tjetër që i ka bërë Malit, pa përmendur atë që i ka bërë sot Erik Lloshit, pa i përmendur të tëra këto. Për mua, Kristi është duke bërë lojën më të bukur brenda shtëpisë Big Brotherit. Po për tendencë tjetër aty për të qenë në finale ose ndoshta jo fituesi dihet që është Stenaldo. Patjetër, Stenaldo është, po ja për të ta them unë. E para, Stenaldo vetë si personazh është super personazh. Po. Është një njerëz që është analitik, është një njerëz që që studion çdo lloj gjëje dhe ta mendosh që është i verbër. Ka një lloj elekuence të papar, ditës bërthej çdo lloj situate brenda, pavarësisht se nuk shef, po vetëm dëgjon dhe Stenaldo unë e kam parë se jam bërë shumë kurioz, u futa në tërë historikun e Big Brother, është i vetmi njeri i verbër, konkurrent i verbër që ka hyrë në Big Brother në të tërë botën dhe patjetër që do bëjë risi dhe se është edhe ai vetë personazhet, tash që themi të drejtën dhe unë mendoj që ai patjetër që ka për ta fituar, unë nuk kam gabuar kur në parashikimet e mia të fituesit dhe pavarësisht se unë dua shumë që ta fitoj Kristi, por në rastin e Stenaldos. Mos i nxituar përpara kësaj deklarate. Jo, zemër, unë kam në momentin e parë që kanë hyrë konkurrentët të çdo Big Brother, unë kam shpallur fituesin. Absolutisht. Sepse të paktën kush ka hyrë unë i kam njohur pothuajse të tërë dhe unë e kam mbitur si ka qenë Ilir Shaqiri, e kam mbitur si ka qenë Luizelli, e kam mbitur si ka qenë Eglaceno, e kam mbitur si ka qenë Rozana Radi, pavarësisht se okej, e mori kush e mori, po. Pra ti vazhdon të mendosh që është Stenaldo dhe patjetër, Stenaldo është fituesi i Big Brotherit. Mendon ti se Kristi vetëm nëse mund të çdoj rrugës, ose për arsye shëndetësore mund dalje. Por nëse Stenaldo është deri në fund, Stenaldo është fitues, patjetër. Mendon që Kristi ngjan pak në mënyrë të si përfshihet në lojrat e katapultohet aty në Big Brother me Luizelli? Të lutem shumë mos bëj krahasime me Luizellin se është i pakrahasueshëm. Ne ndërpresim këtu këtë gjë, mos. Okej, është vërtet. Loja e Luizellit është e pakrahasueshme me asnjëri. Është domethënë Luizelli ka ndryshuar rregullat e Big Brotherit në Shqipëri. Dhe në Kosovë, po të shikosh, kushdo që hyn mundohet të imitojë Luizellin. Në Kosovë po i bëjnë flokët e verdha, në Shqipëri po mundohen të bëjnë lojën e atit. Kështu që domethënë janë të gjithë njerëzit që janë fokusuar dhe kopjojnë Luizellin. Është gjithmonë është e shëmtuar. Është e shëmtuar, kështu që është e kot. Për mua Big Brother ky duhet të jetë i fundit Big Brother VIP sepse nuk ka kuptim. Po. Ky është Big Brother i fundit. Duhet të jetë. Duhet të jetë. Po. Të bëhet edhe një All Stars pastaj në fund ku përsëritojnë këto personazhe dhe pastaj kur unë kam pyetur Luizin nëse do futet në All Stars, më ka thënë po. Kështu që shpresoj që ta mbaj fjalën, siç ai vetëm ai di ta mbaj. Dhe pastaj çfarë do pas kësaj? Pastaj do të fillojë një big, po, mua më ka punuar, po do të fillojë një big normal, pse jo? Po, pse e para u harxuan dhe VIP-at. S'ka më vipa, u konsumuar, po nuk kam. Tash le të japim pa shtregimi, tash le të japim mundësinë këtyre të tjerëve që Po ti mendon se aty ka vërtet vipa të rëndësishëm që janë bërë pjesë e formatit të Big Brother? Dgjoj, nuk është ky koncepti i Big Brother VIP-it. Big Brother VIP është për të marrë personazhe që janë harruar në kohë dhe për të rikthyer edhe një herë. Po në Shqipëri ka ndodhur e kundërta që po marrin personazhe që janë gjallë trege dhe po i fusin aty. Nuk ka personazhe VIP, unë nuk e di se kush quhet VIP gjanë këtu në Shqipëri, po nejse, për mua VIP është Alketa Visiu, është Elvana Gjata, është Lori Hoxha, Sara Hoxha, është Ledion Liço, Vera Grabocka, janë njerëz që ti ishe shumë rrallë, është e pamundur për t'i parë. Dhe VIP është ai që ka dhe xhepin plot. Një vëmendje goxhat konsiderueshme ka marrë edhe Mirja me Estelinën që vazhdojnë të kenë këto. Të pjesë mundak. Është vërtet ato. Po çfarë? Si shikon ata? Si mund të është raport? Iliri tha që vetëm dashuri që s'ka tha aty brenda, tha ata mund të kenë një dëshirë tha për protagonizëm, po dashuri nuk ka tha.
Ti si është? Në jetën time ka qenë një çast. Dëgjoj, në të jetën time unë nuk kam parë një marrëdhënie baba vajzë siç ai pretendon që e ka të jetë ashtu. E para. E dyta, Miri po mundohet sepse është djalë Tirane, si personazh faktikisht Miri jashtë shtëpisë është shumë cool. Është një çka batut që ka humor, pa ty nuk e di pse është bërë aq antagonist. Si vetë mendon që aty ka një sentiment midis Mirit dhe Selinës? Jo, fare, nuk e mendoj më. Përdorin këtë gjë? Po patjetër më. E kanë etiketuar. Ata e dinë shumë mirë që kjo gjë do ketë debat në çdo prime, ata do ta vazhdojnë të punë deri në fund derisa të kenë mundësi për ta bërë. Sepse kjo është e vetmja mënyrë që ata të dy mund të rrinë në lojë. Më kupton? Sepse unë di që Miri dhe Stine përpara se të hynin kanë qenë në tavolinë dhe kanë marrë veshje bashkë për të thënë që neve të dy do të jemi polet e shtëpisë. Në momentin që Stine ka dalë, Miri ka ngjerë vetëm Selina. Nuk ka çfarë bëj tjetër. Ka gurin e vetëm do të. Është i vetmi gur, kështu që ai do mundohet që ta lozë atë deri në fund. Pavarësisht se mund të kesh prap, Miri si personazh është super personazh jashtë shtëpie. Aty brenda është krejt e kundërt asaj që është ai jashtë. Dhe sipas teje, çfarë shikon ti aty, kush do të jetë çifti i këtij Ti sezoni të formatit. Me datë atëherë. Dashuruar aty. Se po të them diçka që kam bërë. Hiç mos gjë, është një histori që unë kam bërë dje dhe ku i kam thënë dje pse nuk reagova ditën e shtunë. Dhe thoja që të hapet pak se nuk e di pse nuk ka shumë ashtu valë këtu, po. Okej, me datë 4 janar unë kam thënë. Se ka hyrë 6 prime do të harxhohen u pajtua apo jo Kesi me Stelinën. A do të jetë apo jo Ina? Kush është Ina? Hyn të martën, themun. Pastaj do pajtohet me Stelinën. U puth një 6 prime prap dhe është fiks po ecën, po e njëjta gjë. Dolën jashtë në studio, bën atë kërcimin e tjerë që puthe po nuk e puthi, nesër sot ta zgjasin edhe pak. Po, sigurisht. Po do bëhet dasma, si çdo Big Brother. Do bëhet dasma. Po tash kush do martohet me Inën apo me Stelinën? Kështu që po ti me kë mendon ti? Që të hedhim fallën me kë? Nëse ai nuk dek. Patjetër që me Stelinën. Patjetër, dashuria. Historia si është një histori e krijuar nga jashtë, e trilluar. Shiko, ata mund të kenë pasur marrëdhënie jashtë, por mua nuk më duket sigur ata janë ndarë. E tëra ajo gjë që u bën në përputhjen, e tëra i sherri, gjasme dhe të tëra ato ndarjet e tjera, mua më duket sigur janë krijuar kastile për ta vazhduar të tërë këtë Sarasvati çandrën e tyre brenda Big Brotherit. Dhe faktikisht po ndodh po e njëjta gjë. Nëse jam i gabuar, më gjykoni, por vallaj dyshoj ta kem sepse skenaret Allaneda Balluku janë për herë të tillë, kështu që nuk më ngjallin më interes. Bëri një deklaratë Casey që tha që në dyqanin ka ardhur Miri, ka bërë ishte shumë e shëmtuar. Mendon se ishte mashtrim ajo deklaratë? Po jo më le e zëm se është e vërtet. Që në ato moment produksioni Casey duhet ta marri për prapanice ta nxjerrë jashtë. Në fakt është informacion dhe i marr nga jashtë. Ti nuk duhet të sulmosh asnjë konkurrent me çfarë ka ai jashtë. Zero. Është një nga rregullat bazë që ka Big Brother. Vetëm brenda shtëpisë. Dhe kur unë shoh që ai bën të tëra këto, i thot grua Kristit. Po, i ka bërë ato e ka. Një femër tjetër i thot do të fus grushta jashtë. Këtë i thot që ky i ka pas bërë lule dashnëreve. Dhe ai vazhdon dhe është brenda shtëpisë së Big Brotherit. Për mua kjo është gjë më e shëmtuar që mund të ekzistojë. Kesi kryllazore ke thënë ti. Kesi kryllazore sepse kjo dje ishte shumë e shëmtuar, është tipike llazore, nga ato që rrinë nëpër lagje dhe marrin nëpër gojë të tërë lagjen. Tipik. Thashë the magji. E ke cilësuar edhe si kajsia ose e ke po sepse nuk i di çfarë është kajsi, Kesi se tash edhe pretendon se e burrë, emrin e ke Kesi nuk e di. Nëse e kuptoj. Dhe si e shikon përfshirjen e Erik Kloshtit në Big Brother, si do duket se duke marrë konsiderat që është artist, pastaj Ledion Liçoi të hoqi një vërejtje Erik Kloshtit për arsye se fjalori i tij ishte jashtëzakonisht banale dhe Eriku duhet i shkon një artisti të përdorë ato fjalë. Artisti, po. Ti Erik e ke cilësuar Erik Qafa? Jo. Po, kush e? Kjo është dhe gjeli detit.
Unë jam tek profili jot. Është ideja që tash mos la vërë për të cilat si shikon lojën e Erikut. Atëherë, Eriku nuk është fare në shtëpi. Jo, nuk është në shtëpi. Po çfarë bën ai ku është? Eriku është, nuk e di, është në Karaibe, pushime, ai s'është fare, domethënë aty ka vënë dje gjatë prajmit që rrinte gjatë gjithë kohës dhe hapte syt lart e poshtë, që kur do të vinte rradha që do fliste. Do të thënë ishte është një nga ato konkurrentët që është me trup në shtëpi, po me mendje pa ne ku është. Edhe duket shumë Okej, ka përshtypjen që shumë shpejt ai do kërkojë për dalë, kështu që. Mendon se do jetë një ushtar, se duket se ku ka debate ushtari kujt, please. Që të ketë ushtar duhet të ketë një ushtri dhe që ai ushtri duhet të ketë një komandant. Tash ti më thuaj, ushtari kujt mund të jetë ai? Aty s'ka as ushtri, s'ka as komandant. Aty është një lloj paçavure, kur tha Djele Dioni, sikur te kafja e lagje, është tipik atëra, se po të bëj shumë. Është tipik një lagje tipike ku janë dy nga ata tipat që bëjnë si feminista, që është Miri dhe ky Casey. Te lagja ke për herë një që është si gay, që merret me tëra gratë, që i fut mëshera bën lëmsh tër lagjën, ke të fortin që është Flori. Ke budallajn atë moderni që është Mali, Mali, po. Po Mali çfarë duket? Asgjë më, vishet. Domethënë, është tipik një lagje nga këto që i ka të tërë, edhe janë të tërë janë gjithë se cili për hesab të vetë, as kam për të mbledh, se unë i shikoj ata dhe kur bëjnë atë debat, ata janë fokusuar, se ai thot, rri Miri thot tërnatë, unë do të merrem vetëm me Casey, vetëm edhe çohet, ai nesër ndërkohë që lë të tëra situatat këtej. Domethënë ka një lloj loje që po e mbajnë të sforcuar, të programuar, siç ata mendojnë që po bëhet jashtë nami. Unë çuditem se si ka dalë Miri i preferuar jashtë, mbase për pjesës. Ti je me mendimin që Brikena mund të ishte një nga ato personazhe që mund të quhej e preferuar për. Po mua Brikena më pëlqen. Sepse Brikena të pesë të preferuaret ishte. Këtë herë ishin vetëm 3 dhe unë mendoj që Brikena është prapë të pesë të parët, pavarësisht se u lexuam vetëm 3. Përveç memeve që ne kemi dëgjuar edhe kanë qarkulluar lart e poshtë, çfarë po jep Brikena aty konkretisht, dhe apo dalin çik Brikena dhe me këtë ta lidhin ata Brikenën. Dëgjoj. Me këtë lidhin. Çfarë po jep atje? Çfarë? Po me aty, Mateon, vdiqën, mbaruan. Mateo. Kanë pasur mund që nuk ta bën. Po ja më çputsi. Tash Mateo thot po kjo thot jo, se këto nuk po merren vesh po. Është puthja njësoj si Inës me Casey apo? Vallai nuk e di. Nuk mos më bër të komentoja të Casey na se nuk më gjallë trup. Është mbajatosur ai shumë sa që. Dakor, në rregull, po tani dua të bëj edhe një pyetje shumë të rëndësishme që më intereson se Shif kum dhe piqet rusin do majtë të thanë, sa. Qa po ndodh tani nga Big Brother Kosova, si të duket ty, je pak i azhurnuar? Shiko, tani e pak më shumë, sepse ka hyrë miku im, Limi. Kështu që po e ndjek. Shok, e pas ke mik, tani e mora vesh se di këtë si informacion. Limi ka mik dhe madje para se të futej e ke takuar. Jo më ishim me kamera basa, ishte ke hyrja e shtëpisë po hyrte dhe i lash porosit të lutem dolçen. Të lutem dolçen. Që do me thënë? Ta mbajti porosinë. Po, e kam mbajtur porosinë dhe e falenderova publikisht në Instagram që faleminderit që e mbajtë porosinë. Që do me thënë të lutem dolçen. Elton, pse si? Po sepse janë të dy në Tirana, po jo më, janë që dy atë. Tirana dolçe? Po, këtu jeton. Jeton në Tiranë. Është një super femër, është shumë e bukur. Po, e vërtet. Tash po, limiti shkon. Se dhe ai është tip më të vetë, është aventurier. Pra të mendon që ajo historia të brenda e krijuar në Big Brother është e vërtetë? Më fal, tash po jo mos nuk është çështje historie, më. Ai hyri me strategji. Ai hyri me një lloj strategjie për të bërë këtë që edhe Alba të kuptonte më boll me këtë muhabet, sepse është bajat dhe neve të dy skemi lidhje bashk. Sa ta realisht nuk kanë lidhje bashk. Nga jashtë nuk është se kanë diçka. S'kan pasur kurrë më. Po çfarë ndodhi atë te ferma Alba me Limin? Kash, vetëm te ferma.
Ishte thjesht show sa për Po, fair. edhe hiku librin, Tani doli. është vërtet ajo gjendje e Albës, se në Albën unë jote nga afër edhe nuk kam parë. Ja, pra ti që e një albë nga afër. Të Jemi duket hasur tek Top Channel aty në panele diskutimi. Po, në Top Channel jam hasur dhe unë për panele, po ajo mua më duket një njeri që ka probleme të theksuara, sepse nuk lejon të komunikosh me të, nuk lejon të dialogosh, thot vetëm atë që ajo do të thot, edhe thot, hajde mirupafshim. Kështu që nuk Ndjenja ka të vërteta ndjenja kundrejt limit apo po ku diun tash se Është duke vuajtur për një dashuri imagjinare ta shohim apo se vërtet duket sikur e përjeton goxha kështu emocionalisht, ë. Pastaj ka prajmë në Big Brother Shqipëria, Albës do të ndodhi ndonjë gjë. Është pak drama queen do të thuash si natyrë. Jo i bie të fikët jo i ra koka, jo theu këmbë, jo i ra vetle. Do të thënë reklamën që i ka bërë Alba atit spitalit atje, nuk ja ka bërë njëri, kështu që ata do ta kenë pacientët përjetshëm. Kuptoj, po. Dhe domethënë Big Brother Kosova nuk po të jemi goj hapur. Jo, nuk po më pëlqen shumë. Ka situata më shumë se sa Big Brother Shqipëria, po unë nuk e kam ndjekur për shkak se Po, rastin e Bias kur u përfshi aty në një ritual kush Bia? Bia është Bia Khalifa ajo po. Në një ritual magjie satanik. Magjie voodoo, po ajo duhet ta kishte nxjerr, po. Po çfarë bëjnë atje? Ishte vërtet një ritual i tillë apo ishte për lojë, për show? Kukla voodoo është një gjë shumë e komplikuar për të ndërtuar, po ta keni parë ndonjëherë, sepse ajo duhet bërë me si thuhet leckat e një rrobe që personi vesh, bëhet një kukull qepet me dorë, ku bëhen ato veçë dhe pastaj fillon të shpohet, është një gjë shumë kukullën aty. Është një gjë shumë e inspiruar. Po është shumë e shëmtuar, po mos nuk është çështje për dramë. Ajo nuk është mesazh i mirë që ti mund t'i japësh njerëzve jashtë. Po nga Big Brother Kosova, keti një mendim se kush është mund të jetë fituesi për këtë edicion? Aty është një vajzë që quhet Eliona. Unë kam përshtypjen se ajo do të jetë fituese. Çfarë ka bërë deri tani? Asnjë gjë, një shtëpi dhe është e urtë kaq. Mendon se. Po. Dhe fitoi ajo. Nuk e di, domethënë mua më kam befasuar si kur më parë ndonjëherë. Jo, por realisht, sepse për herë në Big Brother VIP Kosova ndodh që fiton ai që s'duhet ta fitoj. Realisht. Domethënë në çdo Big Brother aty kur s'ka fituar ai që duhet ta fitoj. Po ndërhyrje nga palë të treta, është diçka në mes që diskutohet. Nuk e di fare. Një njeriu që nuk e meriton. Tek nishi prisnin të gjithë ta fitonte Juliana Nura, e fitoi stresi. Po, e vërtetë. Po të lexoje Instagramin, ishin të gjithë për asaj Julianës. Po. Një gjë të ke dyshi kush e ka fituar? Harrova tash. Te dyshi nuk më kujtohet. Nëse pak rëndësi ka, asnjëri s'ka fituar ai që publiku donte. Që kur, domethënë, gjithë Kosova ishte me gjestin, se besoj ju e keni parë edhe kur ka qenë gjesti në Shqipëri dhe kur erdhi puna në Kosovë, gjesti doli nga shtëpia me votim. Por në fakt të gjithë e donin gjestin brenda në shtëpi. Po. Ajo është, domethënë Big Brother, nuk unë se ndjek fare tash atë të Kosovës, sepse në çdo puntat, po, nuk është se kanë një gjë kanë pasur një programim dhe nuk është se kanë duhet pas mendimit të publikut. Dhe hyrjet e fundit që ishte gazetari dhe Goga dhe Aleksandra. Kush është Aleksandra dhe me çfarë qëllimi hyri aty dhe çfarë do bëj aty në atë? Nuk është Aleksandra, ishte nga Vlora, thanë që është vulkan, u zgjidhë një vulkan që ka emrin Aleksandra, po, nëse gjithsesi ta shohim sa vulkanësh do shpërtej po apo jo, se këto hyn si vulkan dalin si kënet zakonisht. Po, gjithë to që hyn që do bëj nami, këta dalin maksimum brenda 10 ditësh, maksimumi. Po. Që ai qyshi pastaj është, nuk e di, Artan Kola, inshallah po i shërben për të rikthyer në treg kaq, për gjë tjetër, se kur e pash dhe ishte më duk sigur ishte realmente pas që më Stafa. Patëm dhe një eliminim Lore, këngëtarja që doli. Të bë kështu, të doli këngëtarja. Nuk po e shifja dot më sepse kisha vetëm Amanet, tash më e dim këngë ishte yll, ne e kemi pëlqyer, po tash bëj diçka tjetër në shtëpi, jepi. Po mendon se kjo realizoi Loren për të më pasur Amanet. Edhe eksperiencë së sa. Kemi një gjë që ke dëshirë ta ndash me ne në një gjë që të kam bërë. Nuk kam absolutisht. Për parashikimin tënd dhe the që kjo është. Ju kam vjen juve diçka pengë, ose jo, në kuptimin që është era e fundit sepse jo se nuk kam ta komentuar më, se patjetër, se nuk dihet kurrë çfarë situatë. Unë po pres të futet dikush me datë 24, që unë kam shumë shok edhe pres që të japi një vrrull të ri shtëpisë. Po, dhe më thënë një gjë për të.
Si është sa i gjatë është, a është esmera, është bjond, është pjesë e televizionit apo patjetër, pra është pjesë e televizionit, ka pasuruar diku në Top Channel, tani punon në Klan, është një djalë shumë mishkathët, është nga Elbasani, Mos jetë Clinton dhe qira. No, okay. Është nga Elbasani. Mirë. Domethënë nuk ke një asgjë tjetër. Shko, Bigo është i paparashikueshëm edhe mund të ndizet më vonë, domethënë nuk filloj situata nuk i dihet kur, nuk i dihet kur, kështu që. Mirë. Nuk i dihet kur. Mirë, okay. Në gjë tjetër doni? Jam. Nesër jo, po ka diçka. Po tash ti ruaj ca edhe për një puntat tjetër. Mos e harxho të tëra. Kemi po i ezauruam. Po më çuditë domethënë si gjithmonë ti të lë pa frymë, se me idenë që e tregove më një herë para e nisa siç thuhet. Po e kam dakord, po patjetër. Po, vetëm bëhet për të diskutuar, mendon ti? Fare. Okej. Fare. Dhe e meriton, ëh? Mbaron me herët Big Brother këtë sezon apo për mua ka mbaruar. Ka mbaruar. Po. Okej. Ka mbaruar pa nisur. Do të thua që do të heqim dorë mos diskutojmë më. Jo, prandaj po them, ky Big Brother më duket sikur ka mbaruar pa nisur, prandaj është them që është bërë çiksi i bezdisur. Unë dikur kur shikoja Prime nuk pozinte gjumi. Tash ti fle si qinj ndërkohë që është Prime aty edhe. Detyrohem pastaj ta rishikoj edhe një herë në YouTube, se më humbet shumica. Nuk ka dinamizëm, nuk ka asnjë gjë. Çat shikoj, ai sheri i ndjeshëm aty të çfarë ishte ky Erik Qafës me Kristin ishte o zot që nuk e di se si mund të zihet njeriu për atë budallik. E pa konceptueshme. E kam bërë shmetra për një gjë vetëm pa asgjë kot pa lidhje. Pa lidhje fare. Në diskutime sipër. Po dhe publiku e kupton kur është i vërtetë, kur nuk është i vërtetë. Absolutisht, po patjetër. Fiksonohet gjithmonë me të vërtetën. Patjetër. Dhe ndërhyrja që ne faktikisht u çuditëm dhe e fundit kjo dhe na më thoi për mirë bëhet fjalë. Anketa Vesiu ishte si një opinioniste aty në Anketa Vesiu duhet bëj urgjentisht Big Brother. Mos mendoj që duhet që Anketa Vesiu duhet bëj Big Brother. Katapultohet në Top Channel apo do rikthehet sërish në Do gjë ajo që mua po pëlqen më shumë është në fund dy gigantë televiziv, po nuk po e shohin më njëri tjetrin si rival, po janë një lloj bashkëpunimi shumë të frytshëm, njëri me tjetrin dhe mirë bëjnë. E para, e dyta, shqyr që ra kjo tabuja që ti punon atje dhe mos hajde më këtu. Po. Top Channel dhe Klan. Sepse ishte, domethënë ishte shumë e shumtuar kjo gjë, që shikoheshin si armiq. Është kot. Domethënë ata dy profile krejt të kundërta, njëri me tjetrin. Top Channel është spektakle etj, Klani është më informativ, ka gjatë gjithë kohës ato telenovelat etj, është më familjar. Te kjo pse kështu që nuk kishte ndonjë gjë shumë të bashkuar, nuk ndjekura në Shqipëri. Ishte tentativë aty që ndoshta ishte një sinjal që Alketa në një të ardhmë mund të prezantojë Big Brother? Po pse jo? Mua do të pëlqente shumë. Mua Alketa më pëlqen është nga më të mirat që ka Shqipëria ndonjëherë, që ka pasur ndonjëherë. Realisht. Dhe çfarë mund të na thuash edhe gjithashtu se unë jam gjithë mendim me gjithë pyetjet. Përfshirja e Monika Kryemadhit si opinioniste, jo vetëm që ka bërë shumë lart e poshtë, por njëkohësisht ajo ka dhënë një çështje të pambyllur me Spakun. Çfarë është duke ndodhur dhe është duke përdorur realisht ajo këtë gjë për show mediatik dhe për të Për Monikën i shërben përgjegjësisë politike. Jo, se përgjegjësisë nuk i shpëton njëri, mos s'ka lidhje fare. Po për mua, unë mendoj që Monika po shfrytëzon këtë për të riabilituar imazhin e saj dhe po bën shumë mirë fundi pse. Atë domethënë mund ta quash këtë, mund ta shikosh si një trend në mod. Për faktin se shumë personazhe nga politika, nga kur dali tash ti Erion Veliaj, shumë se çfarë punë se çfarë do bëjnë atë. Pozicion pune në media dhe politik, të duket një trend i kohëve të fundit kjo, si mund të tash Spaku merret me politikën, kështu që patjetër që në politik do jenë ata. Po pse po? Ajo të ekspozohet maksimalisht për treguar. Jo, ajo do të rehabilitoj figurën e saj kaq. Për mua po bën shumë mirë, ta bëjmë është okay punë e saj. Unë pyetjet e mia i mbarova, po vetëm për sot bëhet fjalë se në vazhdimsi sigurisht që interesi është i madh dhe deri në fund duhet të shikojmë dhe të ndjekim dhe të jemi vigjilant gjatë gjithë kohës se dinamikat edhe mund të ndryshojnë dhe nuk mund të jetë ashtu sikur se ti mund
Më mirë kishte. Unë e di që ti po vdes se unë të ndaj nuk hyj, po. Harroja, Por të pak harroja. Ngelet për të parë patjetër edhe do të vijojmë patjetër ta ndikim në momentin që ka gjëra interesante për t'i ndarë me ju miq, ne do të jemi këtu patjetër në tryezën tonë për të ndarë dhe për të sjellë me ju pikërisht ato informacione që dhe ju mezi prisni. Gjithmonë e zgjedhim që në tryezën tonë të ulim këtu njerëz cilët e njohin median, kanë qenë pjesë pse edhe Big Brother. Din t'i japin analiza kështu më të thella dhe më të detajuara. Kështu që faleminderit shumë. Falenderoj shumë që më kishit përsëri me syush, ju përgëzoj shumë. Ju ndjek komplet radarin në përgjithësi. Jeni fantastik. Të falenderoj. Ne mbyllim këtu podcastin ton Partita në Radar dhe rishikojmë puntatën e ardhshme. Pasim. Puntatën tjetër miq. Mirupafshim. Ciao.